me vendimin përfundimtar që Ashtu siç u paralajmërua, Partia Socialiste prezantoi ndryshimet ligjore që frenojnë pezullimin e ministrave. Gjatë një mbledhje me deputetët e mazhorancës, kryeministri Edi Rama sqaroi se këto ndryshime nuk synojnë të pengojnë hetimet, por për të parandaluar pasojat në punën e ekzekutivit. Pra në momentin kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet thjesht vajtja në punë e një individi, pezullohet puna e një institucioni. Për Ramën, vendimet e gjyqësorit kanë sjellë një paqartësi në ndarjen e pushteteve që sipas tij nuk mund të sfumohen aq thjesht. Kufiri i ndarës midis pushteteve të jetë si ato gardet me një vrim ku hyn e dalin qend dhe mint. Ka 3 pushtetet pavarura, që do thotë përveç gjyqësorit është edhe legislativi edhe ekzekutivi. Shefi i ekzekutivit u shpreh qartë se mbështet pavarësinë e gjyqësorit, ama ky pushtet nuk mund të ndërhyjë në çështjet e ekzekutivit. Askush nuk duhet ta mendojë se kjo masë apo të tjera masa që ne do të marrim në vijim kanë të bëjnë me ndonjë lëkundje të vullnetit ton për të mbështetur pa rezervë pavarësinë e sistemit drejtësisë. Ndryshimet në kodin e procedurës penale u shpjeguan nga kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, i cili shpjegoi dhe nenin që preket. Shtohet me presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kryeministrin, zëvendës kryeministrin dhe ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese dhe kryetarin e kontrollit lartë të shtetit. Më tej kryeministri u rikthye edhe çështjes aktuale të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ku bëri me dije se ajo ka paraqitur disa herë dorëheqjen, por nuk i është pranuar nga Rama. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që e kam refuzuar dorëheqjen. Tashmë ndryshimet e kërkuara nga shumica në kodin e procedurës penale pritet të kalojnë për diskutime në komisionet e kuvendit, ndërsa kërkojnë 84 vota për të miratuar në seancë parlamentare.